as për ta, as për familjen turpi, i takon gjithmonë agresorit serb në këtë rast ku flasin për luftën e fundit në Kosovë. Kjo kultura paragjykuse, stigmatizimi, mungesa e hapësirës sigurt, në farë forme i ka shku për shtati dhunusit. Se dhunusi ka pas për qëllim e lënë të heshtën viktimen. Edhe mi bartë pasojat jo vetëm të ajo, por edhe në brezat që vinë mbrapa. Mirë po, me kalim në kohës, duke punu përtej me të mbjetorit direkt, duke i fuqizuar këto gra dhe burra dhe duke e rikëthy dhimbjen në forcë edhe në reziliencë, ne mendojmë që kemi arrit me ndiku diskursin edhe mediatik, edhe publik, edhe politik. Pse po e them te? Një kohë dhe një vakt kur na në komunitet kishim frikë edhe na kërcënonin, tani mendoj që zëri Vasfis, i Shyretës, i Ramadanit, i jehon çdo konshështin tonë. Ata me të drejtë quhen heroj të gjallë edhe me marrë këtë epitet, unë mendoj që